monografie tregon gjithçka që ka të bëjë me jetën kinematografike të një prej gjigantëve të regjisurës botërore, themeluesi i revistës Film. Eagle Film Albania ka nxjerrë sot fundmi një botim ku flitet për jetën dhe veprimtarinë e regjisorit të shquar amerikan Stanley Kubrick. Autori i këtij libri është kineasti dhe shkrimtari shqiptar Leon Qavzezi, i cili nëpërmjet faqeve të kësaj monografie tregon gjithçka që ka të bëjë me jetën kinematografike të një prej gjigantëve të regjisurës botërore. Stanley Kubrick ka lindur 73 vjet më parë në New York, duke u bërë më pas regjisori i parë pas luftës së dytë botërore që bëri emër dhe epokë. Kubrick triumfon me objektivin e tij të jashtëzakonshëm e me një sens i cili ndalet tek detaji dhe në perspektiva më të gjëra. Me veprën e tij kinematografike, Kubrick nuk u shtrëngur polemikave. Duke parë larg në horizontin e tij krijues, ai diti të kap ato maja dallgë krijimtarie që janë të rralla në historinë e filmit amerikan. Këto janë dhe mesazhet që jep kineasti dhe shkrimtari Leon Qavzezi nëpërmjet monografisë së tij kushtuar regjisorit të famshëm Stanley Kubrick. Qavzezi vjen në këtë monografi si libri me titull 12 dhe pas trajtesës që ai ka bërë regjisorit të madh francez Godard në një monografi të tij të mëparshme. Leon Qavzezi është gjithashtu dhe themeluesi i revistës Film.